ke kalamajsh. Martina, që ke brisk nga goja ti? Jam sa më lumt. E për hajt ma rrujer kraun, pra. Mos fol shu tire majmunit të piluar. Na, qetësohu, do e bëjmë këshu, do e vendosi qyteti Vlorës këtë do këtu, mua po ty, në regull? Dakor, tore mirë. Shikon, i sekund, ta bëjmë garën e nërshme, do bëjmë fushat. Hajde. Po më zgjodhët mu, Vlora duhet qyteti më i qetë, se unë nuk do lejojt ngret zoni kasetofonit në kup qillit. Faleminderit. Po më zgjodhët mua, do e ngrini zërin e kasetofonit sa që të kopra qefi. Bëni qef. Shiko, po më zgjodhët mu, nuk do blokohen më rrugët nga trafiku, se unë nuk do lejoj që makinat parkohen dysh. Avasho, dumbo, avasho. Po më zgjodhët mua, pije një kafe për qefin tuaj se do parkoni 2, 3, 4, 5. Je që je bëjnë 6. Jo se me 6 bëjë trafik pastaj. Edhe që tjetër, po më zgjodhët mu, nuk do ketë më konflikte, kush bën sherr do arrestohet edhe do e vej të bëj punë të detyrume, pastroj qytetin, pastroj plazhin. Po më zgjodhët mua, po pa të qef të zjeni, ziuni o vla, ja këtu të ju ndërtoj tina një këshu arem boksi ring të zjeni me njëri tjetri. Kush fiton do e bëj polic, kush hum do pastroj plazhin. Kës gjeni? Po i ko mërvesh ti. Një gjo, sa dali ta mom rezultati, ajde dalim jashtë të t'japi dhall, në rregull? Jo, më jep një birë se na ka rënë barku fare. E po mirë, hajde. Votoni juve. Do të mirëpresim tani një mik special nga Amerika, kështu që me gjithë mikpritjen që keni ju, me një duar trokitje, ftoj në sken zotin Donald Trump! Hello everybody! Përshëndetje Vlora! Mirë se erdhe zoti president! Oh my god, you look gorgeous! Faleminderit shumë! Gorgeous! Hello, kush është nga qolja këtu të Gërdorën? Kush është nga kumja këtu të Gërdorën? Të dyja, ju qolja dhe kumja jeni si që mund me Iranin, Bam! Mirë se erdhe, fantastik, mirë se u gjeda. Që mirë ju solli këtu? Po më blihet shumë një qytet, mbarova të një qytet. Si më po të blihet shumë një qytet, pse? Po sepse ishujt mi mbaroj vajza, mi bëm që gjitha. Ka problem, po. Tani, fani, ju flonjata të burive. Nuk e keni parë Sazanin që e kishit këtu ka qafër? Po e vinte vajza ime dhe ta zbulonte me Google Maps, po turp ju vjen? Shumë turp na vjen se dinim fare që ekzistonte as Sazani, as Karaburuni, po zoti president, që ta mësoni njëre mirë, Shqipëria nuk shitet. Yes, I know, Shqipëria nuk shitet, por unë t'i investoj, unë t'a investoj Florën, ku t'a bëj shumë të bukur dhe çdo qytet tjetër, you know? Investohet? Shiko, bëni më mirë atë që dini të bëni ju më mirë edhe jemi në rregull. Okej, e ti çfarë do të bëj unë tani për ju? Po, çfarë? Do shtuk Sarandën. Çfarë? Për të shmangur konkurencën. Shikoni pak këtu. Po talle tani, se s'kam... 1, 2, Opa, iku Saranda në parajs. Qa bën? Ore, për këtë pun ka ardhur këtu? Po, anë the të bëj ati që ti të bëj më mirë. Tani, shiko që do bëj tjetër. Do shtuk tursin për ju për të shmangur konkurencën. Po jo, pra jo. Opa, iku dhe tursin parajs. Tani, Vlora kërë qytet. Kur thash bëni atë që dini të bëni më mirë, e kisha fjallën për kërcimi në fakt, jo për këto. Kërcimi, kështu? Po pra. Shiko, do bëj një kërcim që e kam mësuar tani gjatë kampionatit botror. Do ta kërcejmë pash? Hajde, do të ndihmoj pak edhe publiku. Gati jeni? Hajde. Një kërcim të ju.
Po. Çfarë ishte ky? Po ku di unë që ishte ecje në pasarel, deshre edhe nga skena. Në fakt ja kam kopjuar Haalandit. Po. Yeah. Tani do bëj një tjetër që jam i bindur që këto quan dhe gocat e din shumë mirë. Hajde. Do ta kërcej bashkë me jo? Kush Flora sonte? 1, 2, 3. Te kërcimi je në më të mirën tënde, e knaqe fare, edhe publikun e knaqe, kështu që hajde largohemi fare nga skena tani. Hajde mirupafshim, shifemi në Sazanin, Do të kemi një performancë speciale, po jo si këto të Zotit Tram që ndoheshëm tani, pak muzik nga ajo që pëlqeni shumë ju dhe preferoni ta këndoni dhe ta kërceni. Do të vinë në sken një vajzë shumë e talentuar, fituese e talent në shtëpi në Top Channel, kush e ka ndjekur e njeh mirë atë. Me një duar trokitje, mirë presim Melisa! Mirë mbrëma Flora! Floreza, ai Shemalit, kapetanit, ojde të batanit. E Flora ime, Lore fëmirit, ku ka falit, kapetanit, ojde të batanit. E fëmirit, ku ka fare, ku ka more fita. Në një portokale moj të daja
Faleminderit Melisa, faleminderit shumë. Në fakt, në skalet ne kishim një aktor tjetër për dalë tani, por këtu mbrapa skene pash dikë i cili tenton të hyjë me forcë sepse ka për të thënë diçka, është i fshatar, zoti fshatar. Urdhro, urdhro. Tani e prishëm pak rregullin për ty, po me që ngulmove për ty në sken, erdhe në sken, na thuaj për çfarë ke ardhur. Faleminderit, përshëndetje Vlora. Faleminderit se e pritet fshatarin. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Si jeni zotja kryetar bashkisë? Si jeni? Jo, s'jam kryetar i bashkisë, jo. E para punë si edhe e dyta, Vlora ka kryetare, e ka grua. Si jeni zonjë? Mirë? Ore, e ziti. Si shkon bashkia? Se unë hy këte, i del këteti. Ore, Lutem, ja, mos na ofendoni. Vërtet ne jemi fshatar, s'kuptoj, po me ty me dalme e kuptojmë. Jo, Po pra. më shef dhe gruaja, Afërdita, klub. Afërdita? Po, Gruaja jote? po, ka thykër bishti, nuk mujti më ardh. O, Afërdit, të përshëndesim Të Afërdita. përshëndes. Po Si tani, na thuaj Po. pse ke ardhur në këtë skenë sot këtu. Atëherë, shoqja kryetare si fillim. Ore, si ti. Urime për Vlorën, e keni bërë shumë bukur zonjë. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Qyteti shumë i bukur. I bukur shumë është Vlora. Komplime. A mund të hapim një stand me shit fruta perime të bashkia? Po jo, stenda është e hapur, po sigurisht që ne kemi, do me thënë neve, ato kanë, nuk e di që bën bashkia me këto tenda të i ka ardhur për shitur produktet për çaj. Kam ardhur t'japi mesazh për krejt qytetarët e Vlorës. Po shumë mirë atje, jep me mesazhin. Të dashur qytetar, bleni produktet shqiptare më zotni. Pse t'i blejmë grekut? Pse t'ja blejmë serbit ku ne kemi trangullin tonë? I bëjmë bio mër pa hormone. Ke shumë të drejtë, jam shumë dakord me ty që produktet shqiptare duhet sillen në treg, edhe gjithë njerëzit duhet blejnë produkte shqiptare, sepse përveç se janë të mira, po dhe rrisin ekonominë e bujqve dhe blektorëve tanë, të fermerëve tanë. Gjithashtu zonjë ka marrë të provoni dhe ka straveci. Ore, jam Salsano, më përstatuesi portokallis tash. S'ka gjë, Afërdit, jam me kryetarën e bashkisë Vlorës. Zonjë gru. Me vështeke jetë apo jo? Tani e morën vesh. Faleminderit shumë për këtë mesazh që dhe. Po jo, du ta provoni perimet. Që të provoj unë këtë? Ka straveci Afërditës. E ka bërë Afërdita këtë? Afërdita i bën, i mbjell, i korr, i vadit, gjitha i bën Afërdita. Afërdita i bën gjitha? Patjetër. Po ti ç'a bën ti? Unë jam menaxheri marketingut. Unë e promovoj produkte. Ti promovon produkte. Patjetër, zonjë. Do të thënë që ka lodhur shumë Afërdita. Të lumsin duar do Afërditës që ka lodhur. Po, kujdese shumë, Po, sekreti, se ne i bëjmë kaq të mira perimet shqiptare. Pra sekretin duam dhe ne. Është që ne u këndojmë. I këndoni? Po, gruaja se unë s'di. Perimeve? Po. Qa thua mu? Ne në fillim e kishim kastravecin shumë të vogël. Ashtu? Por që kur filloi Afërdita ti këndoj trangullit, filloi dhe u rrit domatja, na është skuqur. Atëherë mund t'japim një apel për gjitha gati këndojmë burrave? Po, patjetër, edhe nëse burri. Po këndojni sepse ka efekt. Ka efekt. Tani, duke qenë se Afërdita më mësoj që po të këndosh perimeve rriten më mirë, shumë mirë. ajo ka bërë një tekst dhe kemi bëri këngë për gjithë perimet shqiptare. Mos më thuaj. Patjetër, kush s'po këndon sot Salsano? Ashtu është, ta këndosh dhe ti, e? Po pse mos Më këndoj? në fund e mori vesh që jam Salsano, shumë i faleminderit Po, shumë. patjetër. Dëgjoj, unë jam shumë kurioz, po dhe gjithë janë që të ndjejmë se çfarë këngë si këndoni ju perimeve. Patjetër. Kemi një këngë shumë bukur, do përshëndesim gjithë qytetarët e Vlorës me këngën domate dhe patate. Që ka këngë bukur shumë, Patjetër. urdhë mikrofonin. Faleminderit. Afërdit me Salsanon. Faleminderit. Përshëndetje i dashur popull. Faleminderit që respektoni fshatarin. Greja. Unë dhe Afërdita gruaja ju përshëndesim fort. Faleminderit. Gruaja është shtëpisë s'mujti më ardh se ka thykër bishti. Domate dhe spesa, shaqile ka stravesa, të mira të freskta, bio pashesa, qep dhe patate, lakër dhe tomate, me sjellin me prishati dhe përsakitate. Domate dhe spesa, shaqile ka stravesa, të mira të freskta, bio pashesa, qep dhe patate, lakër dhe tomate, me sjellin me prishati dhe përsakitate. Shkarboni marbon, po të vini vërtau, i kemi të bacës me
të mira të freskta, bio pashesa, qep dhe patate, lakër dhe tomate, e sjetim një përshati veç për zotin kate. Lini u të seti, lini të tajoni, kurse dje sajlum, bie të shqiptari, këtu ku speci të djekë si të shnia, këtu ku speci djeku shumë sebe e brakia, po ka them trot, re amico mio, se në markete, jo u kama mio, aty kur leni, vjeta fut me shku, gjënë domotja, si me hongër tu, domate dhe spesa, shaqi dhe kastravesa, të mira të festa, bio pashesa, qep dhe patate, lakër dhe domate, e sjetim e përshati veç për zotin kate. Domate dhe spesa, shaqi dhe kastravesa, të mira të festa, bio pashesa, qep dhe patate, lakër dhe domate, e sjetim e përshati veç për zotin kate. Faleminderit! Faleminderit shumë. Kam një pyetje tani për gjithë ju. Si keni qenë me këtë sezonin e dasmave? Keni patur shumë martesa këtë vit në Vlorë, çka? Është martuar ndonjëri këtë vit? Po, jo, ngrini çik duart. Po mirë, beqar ose beqare, kemi? Duart e beqarëve dua të shoh tani. Çuna goca, pas kemi sa. Rini të qetë, ai që do vinë në skenë tani ju jep zgjidhje për çdo shqetësim që keni në këtë drejtim. Mirë presim, Molin! Përshëndetje Vlora, po ju themi gjon dhe keni për ta majt men. Kur temperaturat janë të larta, është vap. Ka marrë tu me hape agjensinë martesore, ka në një që do mu martu këtu në qytetin tu. Do 2 gradi? Po sa keti, 1 apo 2? E pësi do 2 gradi? Po ju themi gjohë dhe keni për ta majt men. Kur i burë dhe i gru martohen, quen qift. A mësot e i gjohë, ha? Alo? Po? Ka ardhë për tu martu këtu, ha? Po fute më vla mrena, direkte. Hajde! Përshëndetje! Unë jam Natalia, vi nga Polonia. O, që nga Polonia, turiste që do më martu Flor! Kam ardhur në Skipëria. Shumë mirë ke po, mirë se erdhe. Dhe të ve unazën ke gisti, buri skiptari. Dashka i bur shqiptar. Po qatë përqeu ke Shqipëria ty? Më pëlqen shumë, fare shumë. Shumë, me kuptuam. Liceni, Lumi, Deti, Flora. Liceni, Lumi, Deti, kjo që ka palam duke të dashke martu. Mirë, pa tjetër qatë përqen Shqipëri? Ushqimi. Kushmi? Ushqimi. Ushqimi, thot. Qarë loj ushqimit përqen Shqipëri ty? Më pëlqen pastico, grosha. Grosha, fasulja? Mami balajdia. Mos flini me këtë sot se pas ka hangër grosh. Edhe mami balajdia. Mami bajaldia? Jo po papi pa qavure. Qish kjo mami bajaldime? Me patëxani. I mam bajaldime, qa po kështu ti mami bajaldi thot. Po, tjetër në Shqipëri çfarë të pëlqen për shembull? Ca më pëlqen tjetër mua në Skipëria po e gjeta. Tradhtia familjare. Kushme? Tradhtia familjare, mami. Unë mosh liga ti neve me. Na duke një tradhtia familjare. Mosaj. Unë mos shaj, unë me që stodha ke këtë. Mos shaj ty. A shaj se voli keq për Shqipërinë? Mami, babi, mbesi motri, kurim bashk, gatuajm bashk. Po jo tradhtia mi tradita familjare me, qa thu këshu? Po nuk thesh ka una. Këtë thej po e thi që këmë rap që morën për keq. E s'ka dzë. Kush do të martohet? Ajde nuse me letra. Ajde nuse me letra. Qa kërko nga i mashkull ti që të ketë për shemull? Të ketë në shpi? Pisina. Do dhe pishin, ti s'dek gjithë këtë tetje, dashka dhe me pishin kjo. Do me u martu njerim që janë ta më nas, gjenë gjithë martum. Ja se më shkrujti njoni, unë jam i martum se do e kësha morë vetë, si i dini këto femra këshu. Ja, për shkruj një vlonjak. Unë nuk kam as shpia s'makin, po kam kusherin Itali dhe më dërgojnë lekë. Po thuaj ti dërgojnë dhe një nuse kusurint. Nuk e dashka këtë.
Pëlqen. Erdi tjetër, kam BMW të 2025-ës. Më pëlqen. Po ma ka sekuestru spaku dhe më ka djek motor. Po bëm familje dhe të punën bashk, presoj të rregulloj BMW-n. Si të duket ky, që e ka punëtor? Si sytë që të pëlqasin më duke. Nuk të pëlqen, pas kam pretendime polakët e se pas kam ditun. Erdi tjetri, jam një djalë që jetoj me familjen, nuk kam vese, do me thonë nuk pi alkohol, as gjo, as bigjoz, bëj palestër, jam 1,90 i gjatë. Më pëlqen. E do? Shumë. O, prit, desha të di, a ka Natalia në i shoqe për mu? O, më zita, nuk e dua më Vlorën. Dua një qytet tjetër. Ska gjo se do ikim Sarandra dhe tjetër, me që s'gjetët ju me u mërtu, po ikim për mërtojmë Sarand, gjithë mirat. Mirë, kemi përshëndetje për gjithë ata që janë nëpër balkone, nëpër pallate. Përshëndetje të gjithë. Tani në këtë skenë do vinë këngëtar të mëdhenj, i doj gjithë Shqipëria, jo vetëm Korça. Ata do ndryshojnë komplet atmosferën këtu. Janë vëllezër Korçar, Endri Stefi dhe Vasko Tuska. Hey, hey! Hajde, Vlora! Hello! Hey! Brama, Vlora! Vive shkatruat pare! Po do t'ja japim njerës si në çdo vend. Përshëndetje Vlora! Vlora një mirë! Po që keni kështu? Nejse, si do me qenë, ne jemi vetëmi grup që bëjmë këngë me porosira. Ashtë e vërtetë, neve bajmë këngë me porosi, po vetëm ato që dime. Nga thoni, ha? Ike me telefoni gjatë një vaj. Unë e me të video gjatë, ose mos në me nga afër, me ka që larkë. Qa ke bre doske? Po s'dalo mikë që afër, nga larkë duke me unë artistë të juve. Më shkatëroni fare. Ashtë e vërtetë. Po ti e artistë, po hajtë ta dhe një foto, hajtë ta dhe një foto. Hajtë ta dhe një foto, mi treve. Hajtë